Fshatrat e Fierit janë harruar, pa rrugë, pa shërbime dhe pa mbështetje nga qeveria dhe pushteti vendor në rast të fatkeqësive natyrore. Këta banor kujtohen nga qeveria vetëm për fushat, por askush nuk është pranë tyre kur ka nevojë. Fermerët u braktisën nga shteti kur u përmbytën, jo si pasojë e fatkeqësive natyrore, jo nga rreshjet e dendura, por si pasojë e vjedhjes së fondeve që duhet të kishin shkuar për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe për emergjenca civile. Sipërfaqe të tëra toke të mbjellë me kultura bujqësore të dimrit dhe pemtari u përmbytën, duke shkaktuar humbje të mëdha për dhjetra familje fermere. Zonat më të prekura janë fshatrat Kallën, Arapaj, Suknjë, Belinja, Godin, Kashish, Cerven dhe Ferras. Kanalet kulluese janë të mbushura dhe të papastruara prej vitesh, duke rënduar ndjeshëm situatën dhe duke kërkuar një ndërhyrje urgjente. Edhe pse shteti është shkaktar i dëmtimit të tokave, kulturave bujqësore, pemtarisë, investimeve dhe mundit të banorëve, ende nuk është ngritur komisioni vlerësimit për dëmet e shkaktuara. Asnjë përfaqësues i qarkut apo institucioneve përgjegjëse nuk ka shkuar të takojë banorët, të vlerësojë dëmet dhe jo më t'i dëmshpërblej ata. Banorët e fshatrave të Fierit janë në varfëri të skajshme dhe pa rrugë. Atje kanë ngelur kryesisht moshat e treta, sepse fshatrat si pasojë e mungesës së shërbimeve janë zbrazur nga të rinjt dhe fëmijët. Të moshuarit dhe familjet që kanë mbetur atje kanë nevojë urgjente për ndihmë. Jetojnë me pensione dhe ndihmë sociale shumë të ulët. Mungon shërbimi shëndetësor dhe shpesh nuk gjendet asnjë infermier për kujdesin më të thjeshtë shëndetësor. Në njësinë administrative Cakran, për 10 vjet nuk është bërë asnjë kilometër rrugë. Të gjitha rrugët ekzistuese janë bërë para vitit 2015. Që nga ajo kohë, 3 fshatra ngelën pa rrugë dhe askush nuk ka vënë dorë për t'i bërë. Banorët e zonës kërkojnë të realizohen rruga Gorishov-Selisht, Buzmadh Gjon Stojkan, Kreshpan Vjos. Të gjitha këto rrugë bëjnë gjithsej 10 kilometër. Sikur nga 1 kilometër në vit të kishin bërë, të gjithë fshatrat e Cakranit do të lidheshin me rrugë me njëri tjetrin. Dhe vetëm për 10 kilometër rrugë, çdo familje e zonës do të ishte 50 metër larg rrugës dhe kjo do të lehtësonte jetesën e tyre. Të gjitha rrugët midis lagjeve të fshatrave janë të pakalueshme, janë të amortizuara. Sado që buxheti rritet, sepse rriten taksat dhe çmimet, përsëri shërbimet, rrugët dhe mbështetja për qytetarët mungon. Faleminderit.